Horoskopi ditor e premte 31 tetor 2025. Çështjet e zemrës nuk do të kenë as problemin më të vogël sot. Shpesh do të ndiheni të lumtur pranë personit të zemrës dhe do të doni të mos largoheni për asnjë çast prej tij. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa të reja. Merrni çdo gjë ashtu si t'ju vi. Mërkuri do të influencojë tek të ardhurat dhe do t'ju bëjë të tregoheni tepër të kujdesshëm. Demi. Do të flisni shumë me partnerin gjatë kësaj dite dhe nuk do të bëni asgjë pa marrë vendimin e tij. Marrëdhënia juaj do të jetë më e ngrohtë se kur. Beqarët nuk duhet të joshin cilido që të takojnë sepse mund të bien në krahët e personit të gabuar. Për financat duhet të përkujdeseni më tepër. Binjakët, ditë plot me rekjo e sotmja për të dashuruarit. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si e kishit menduar, përkundrazi. Do të konfliktoheni edhe për gjërat më të vogla me atë që keni në krah. Beqarët do të kenë më tepër mundësi të takojnë persona interesant dhe që vlejnë me të vërtet. Buxhetin duhet ta menaxhoni me shumë maturi. Gaforia. Do të kaloni një ditë shumë të vështirë sot ju që jeni në një lidhje. Debatet me partnerin do të jenë të zjarta dhe asnjëri nuk do të hulundën. Po vazhduat me këtë sjellje, do të keni probleme serioze. Beqarët do të kërkojnë vetë se të argëtohen dhe dëshirat më në fund do t'ju realizohen. Në planin financiar nuk duhet të kryeni shpenzime të pamenduara. Luani. Pritet një ditë shumë e bukur sot për ata që janë në një lidhje. Do i shprehni më shumë ato që ndjeni dhe do të bashkëpunoni edhe më tepër me partnerin. Beqarët do të jenë shumë të pavendosur dhe nuk do t'i pranojnë ftesat që do t'ju bëhen. Shumë shpejt do të pendohen për këtë zgjedhje. Në planin financiar do të shkojë çdo gjë për mrekulli. Birgjiresha. Nëse keni kohë që jeni në një lidhje, mund t'ja lejoni vetes edhe ndonjë çmenduri të vogël me partnerin. Do e shihni që ambienti do të jetë edhe më emocionues se më parë. Beqarët me shumë gjasa do të fillojnë një histori të bukur dashurie, e cila do të zgjas deri në përjetësi. Në planin financiar, problemet do të jenë goxha të mëdha. Peshorja. Do të ëndërroni më shumë se sa duhet sot në jetën tuaj në çift, dhe kjo mund të sjellë disa zhgënjime. E mira do të ishte të qëndronit me këmbë në tokë dhe t'i merrni gjërat si t'ju vinin. Beqarët po kërkojnë pafund, por sërish nuk do të mund të gjejnë personin e duhur. Situata financiare do të jetë e paqëndrueshme dhe problematike. Akrepi. Gjithçka do të shkojë për mrekulli sot në jetën tuaj në çift. Do të kuptoheni mjaft mirë me partnerin dhe së bashku do të merrni vendime të rëndësishme mbi të ardhmen. Beqarët do të kenë sukses në dashuri dhe do i gjejnë personin ideal. Në planin financiar situata do të jetë paksa e vështirë. Shigjetari. Ndikimi i yjeve do të jetë shumë pozitiv gjatë kësaj dite për jetën sentimentale të çifteve. Do të ndiheni më të dashuruar se kur me personin që keni në krah dhe do të bëni edhe ndonjë çmenduri për të provuar sa më tepër emocione. Beqarët do të gjenden përpara marrjes së një vendimi të rëndësishëm. Financat nuk do të jenë në gjendje të mirë. Britsjapi. Do të jeni shumë kërkues ndaj partnerit tuaj sot dhe do e mërzisni atë derisa t'ju plotësojë dëshirat tuaja. Disa nuk do të jenë shumë të duruar dhe mund të lindin edhe debate të zjarrta. Nëse jeni beqar dhe takoni shpirtin binjak, të cilin e keni pritur gjithë jetën, bëjeni për vete. Financat do t'i menaxhoni me shumë përkujdesje dhe maturi. Ujori. Ditë mjaft premtuese kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do të keni një komunikim mjaft të mirë me partnerin dhe çdo gjë do e zgjidhni me qetësi. Beqarët do të kenë takime shumë interesante, të cilat nëse vazhdohen mund të çojnë në një lidhje serioze. Financat do të jenë në një gjendje të mirë. Peshqit. Në jetën tuaj në çift do të korni ato që keni mbjellë gjatë gjithë kësaj kohe.
Nëse jeni treguar të sjellshëm dhe her pas here keni toleruar gjërat, do të shkojnë mirë, por nëse keni debatuar ashpër, situata do të jetë e vështirë. Beqarët do të refuzojnë ftesat për takime. Nuk ndihen ende gati për ndryshime. Në planin financiar, kujdes me shpenzimet.